Shqiptarët e Gostivarit në Sarajev kanë një histori interesante dhe të pasur, duke reflektuar migrimet dhe zhvillimet e shoqërisë shqiptare në Ballkan, veçanërisht pas luftës në Jugosllavi dhe periudhës së pas luftës së dytë botërore, por veçanërisht gjatë dhe pas luftrave të vitit 1990, shumë shqiptar nga Maqedonia u shpërngulën në shtetet e tjera të Jugosllavisë, përfshirë Bosnjën, për shkak të kushteve politike dhe ekonomike. Sarajeva, si qytet multietnik, ka pritur një numër të madh emigrantë shqiptar dhe shumë prej tyre janë integruar dhe kontribuar në jetën shoqërore, kulturore dhe ekonomike të qytetit. Ne patëm mundësinë të bisedojmë me Mitat Fidanin, një figurë e respektuar e komunitetit shqiptar në Bosnjë-Hercegovinë, veçanërisht në Sarajev. Ju përshëndes juve, përshëndes Gostivarin, atje e kina ne jena këtu me trup për shpirtin atje e kina, edhe gjithmonë që ashtu mendim tjetë edhe në të ardhmen. Ne si shqiptar, ju e dini se shqiptarët në pjesën tonë që jetojmë ne, ju e dini se si e kina pas ne punët atje, si e kina pas më isa është një histori e gjatë këtë të regone se është puna e shqiptarëve që ka ndalë në gurbet, që në thërë ne, ka i thënë diaspore, ka ne emna tjerë, po kretë kjo është gurbet, është, dhe me thonë në ka që ina detirohet kina qonë, nuk detirohet këshu në shtim dikush, po detirohet kina qonë që të vinë gurbet, për një jetë matë mejrë. Për një jetë si më mbesim të izollu, se s'kina qonë pushtet, ka qonë Jugoslavia e vjetër që ishte eksi Jugoslavia, ne s'kina qonë pushtet gjo, shqiptarët nuk kanë qonë pushtet, kretë vendet tjera kanë qonë, por ne s'kina qonë, në që jo ka erë pi 67, në 69 ka erë që shqiptarët dalin herë e parë në Gjermani që dalin, e që ashtu këtu në Bosnjën ka pas disa generata, se Bosnja është pak qëtër histori, është për shkak se është vendi muslimanëve. E kanë ditë për para shqiptarët se jetojmë bosnjakët se janë muslimanë, do me thonë në që ashtu kanë ertu, po kanë gjithë jetë mirë, kanë gjithë jetë mirë edhe vë mundësu gjithmonë në përqarshia që ka qenë kryesorja, në atë kohë që kam erë, dhe me thonë, ka erë generate parës edhe njerë tjetër, ka thonë, po prapë dhe ta përsëris, dhe me thonë, shqiptarët 1912 që vinë një grupe parë që vinë, ato tash nuk folin Shqip, disa, po bijem në timbajnë Shqip. Dhe me thonë, përmenda generatën e parë, dushat viki generatë e di, dhe me thonë, 50 dishin, baba im, me djalin e mingjës vetë, dhe me thonë vinë këtu në Sarajevo. Vinë edhe morin një diqom këtu të vogël, morin, dhe me thonë pi fillimi ku kanë erë, punën punë fizike. Thonë pi fillimi kanë qenë diqom gjisi, këtojmë ne, zanotli. Dhe me thonë kam punu këtu, kam punu mirë, e që ashtu fillin vinë edhe tjeri. Edhe tjerit edhe shumë, dhe me thonë balindollit fillin vinë se përmesin në ina. Ju e dini shumë mirë, po këto nuk e di se ne jena pjesë e Gostivarit ati, dhe me thonë jena si para qitetit, si me thonë, dhe me thonë ne balindollit, dhe me thonë ka në qajlës këtu, po ka forenas, po ka qëgron, po ma tepër jena, dhe me thonë balindollas edhe qajlës jena ma shumë, ka në onet e tovës që kretë këto vim pi 50 dishin, njëni tjetëri, tu ndigju se e mbosën punoto shumë mirë. Ne kina pasën e fshatrat që jonë, që ta shtejnea janë me emën, jonë ato Hasani kompani që jonë, ato ka nërë dhe ato ka nërë qatë, jonë me thonë Tërnovas, jonë Simnejcës, edhe ato ka nërë që këtu në Sarajev. Pi këtu pastaj, si zu lufta, si filluj lufta shku në Itali ku kanë shku ato, tash janë, kanë pas sukses mëth kanë, ato. Edhe urojme në ne sukses që kanë ato, por shqiptarët tu që kanë që mbetën këtu. Edhe para luftës që ishë, kush ka punu, edhe pse ishë Jugoslavia, kishin probleme në Jugoslavia, në theshin qëfar do emni, por ne nuk i dishim kush janë vendalit, kush janë ato që në thirin neve me emnat këqi. Po unë mbeta këtu kotë luftës, si mbeta në kotë luftës i mjoftova kush ishin Romët, e pash kush janë bosnjakët, kush janë musliman, i pash kush janë sërbët, kush janë kroatës se nuk i njifshin, kush janë njerëzit e Sanxhakut, edhe ata nuk i njifshin. Lufta. Do me thonë 50 dishin, pi 50 dishin, do me thonë, deri 65-ën, do me thonë, gjërë 67-ën, do me thonë, kam punu, kam pas këto zanotët e veta që kanë qonë atër, që ka qonë Kore, Kadaife, këto që ka qonë me fara, me gjë, kretë kam punu, shqiptarët kam pas diqanë, do me thonë, kretë kam punu. Basa saj vinë ndrohet, se njerë ka qonë kjo qarshia që është e suqme, kjo njerë me një kohë ka qonë, nalt ka qonë, tu qëtë vratnik. Pia saj vratniku zbret prap në qarshi, për qarshi shkon kjo tjetra bistrik. Edhe në bistrik ka ertë një pampur që i thojmë ne i vogël që ka qonë, o qujtë, a i pampur e ka shku shumë ka dalë. Se shqiptarët në përherë e kina për cilë ku është biznesi, ku duhet punohet. Në që ashtu kanë hecene me diqonë.
E pastaj 75-ën prap bashkësia fillon të funksionojë më mirë. Ne domethënë krejt që të shqiptarët që kje këtu krejt janë për 70, domethënë për 75. Të një ka në 68. Të një ka filluar, domethënë krejt kjo është tranzicioni si kanë nis si punojnë, domethënë. A baba im ka filluar me këtë diçon që jena sot 75. Kje këto domethënë e përmenda pi 50 dishin, domethënë gjatë asaj periudhe gjithmonë shqiptarët kanë qenë diçone. Kam mësu zanot këtë boshnjakët, kanë qëllë diqonë, se ne atje nuk kina qenë asë qibakqi, asë burekqi, asë mbëltoreqi. Pak kina ditë për mbëltorën, të gjoja, pak buzën, të sende kina ditë, e në baklavën e kina ditë të më thonë. Edhe pse këto kretë janë, këto zanate janë, të më thonë kretë zanate janë prej kohës Osmane, të më thonë. Edhe bureku, bureku nuk mbjeton në Turqi, mbjeton këtu. Bëjnë burek ata, më këtë burek se bëjnë. Edhe ngrona tjera që kina qepapët që i thunë ato turqe ndryshe i thunë, dhe me thonë, ne zanotët ative i kina, si me thonë, i kina përsos, ne nuk kina përsoj, i kina hec ma para, i kina hec sa më kupton. Qështu ne, me zanotët që i thonë të shpi bëshnjokve, me qenë se ne shqiptarët ina ma punëtor, bëshnjokët janë ma shumë kanë qiv, punojnë në mëndunën e tjetojnë. Ne shqiptarët kina qenë pak më t'izolohut, ne punoj, hap buk të shpeja e më dilë kërgon. Por tash kanë ndryshu, tash është ndryshë. Kam fillu edhe shkollimi, dhe me thonë që e buni Prishtina që i nëzorën që ato student, edhe ajo në i qërësi, dhe me thonë shkollimi t'i qërësi. Fidani thotë se sot shqiptarët në Bosnjë e Hercegovinë janë të respektuar si komunitet, madje më tepër se nga vendinja prej kuvijnë. Po një Jugoslavis kishim dhe me thonë kina pas problem me pushtetin. Me pushtetin, një me vendalisën e nuk e dish. Unë nuk e këmë dish se jam qënë njëri i vogël, nuk e këmë dish. Por tash ne shqiptarët, ne e shofim se bëshnjokën nuk na pas kanë bo dalim. Jo se unë diqa se punoj këto unë e laftë, mund t'i pet një dhe tjere, të ka zanët li blot. Tregova se ne, dhe me thonë, deri sa shqiptarët punojnë ma mirë se bëshnjokët, dhe me thonë, na vlerësojnë. E ne nuk na bëjnë dalim, nuk na kanë një natë. E din atë se ne jena ma punëtorë se ato, se ne punojmë din ndrimet edhe trenës e duhet që janë me këto bukpjekësi që janë të Kosovës, ato punojnë në natë. Ne tjerët, ne pjesë e Maqedoni ishina atje, dhe me thonë, ne punojmë qëto zanatë që kina me mbëlsira, me burek, me qebab, dhe me thonë, qa jo, me qatë kina arri, dhe me thonë, ne jena brend. Dhe me thonë, njena nuk ka televizion, pi televizioneve botërore që nuk ka në inqizuet se si funksionon kjo punë e burek, ose qebab, ose mbëlsirave, edhe pse kanë vetë, por këtë se kanë. Ne e kina morë një vit para një 10 vjetëve më trej, e kina morë vendin e tretë mbuhet me këtë ngronën e shpejt që i thojnë, këto i thojnë për zahrana, këto i thojnë fast food. Fast foodi, dhe me thonë që i kina ri vendin e tretë mbuhet, e kina morë me bureket. Dhe me thonë, deri ati kina erë, dhe me thonë, shqiptarët mbuhesen, dhe me thonë, nuk janë në nëshmohut, e ne nuk janë ajo pjesa... Po, na i kanë dhonë vendin ati ku duhet, edhe për qatë profesion që ina nuk në bëjnë dalim nëse i asaj pjesë që i kemë baru shkollën, të me thonë nëse i e në atë nivel që i kemë baru, nuk të më honë kusht pjesh. Ne kina pas edhe në këtë luftës, kina qënë me emën prapë shqiptarët, për organizimin kryesor, unë nuk e di atë duhet t'i përmes me emën, nëse i di me emën. Po shehidi parë që i bje, dhe me thonë dëshmori parë shqiptarësh, që e ka rrujt relejen që është në Travnik. Dhe me thonë shqiptari është prapë i pari këtu, general këna pas plot me emra, sot këtë disa janë gjallë, dhe me thonë, vetëm një është i smunë sa e kam një, është i Kosovës është. Me thonë, edhe generalit, po edhe generali kryesor, strategu kryesor i Sarajevës ka qenë shqiptar. Që i ka regullu që ato vijat e frontit ku qish, e në ku janë pikat që janë më të prekshme, që me thonë që i kam pas më kontrol. Me thonë, edhe tash, mbaroj lufta, nuk u hupën shqiptarët në Bosnë. E vazhdojnë, dhe me thonë, prap kush punon, është me i, kush punon. Kush punon fiton këto? Po, kush punon. Kush si bunizmet ta dish se të rejnë. E qartë. Ta dish se të rejnë, dhe me thonë, rejnë a shqiptarë që, dhe me thonë, gjithë që, dhe me thonë, 90% shqiptarë që kanë met mas luftës, se mbas luftës këna met një numër ma të vogël. Se një pjesë e Bosnjës që quhet Republika Srpska, s'ka që quhet emrin e ka Republika, dhe nuk ka Republikë. Ajo është një entitet pjesë. Dhe me thonë, në atë pjesë janë shumë pak jo më thë shqiptarët, në çdo qytet ka një kadi. A kupta? Edhe atje ka pas një numër të madh. Kurse tash më fal pak. Kurse tash ne këtu merret se jena afër 10.000 shqiptarë. Sarajevo, ose në Bosnë? Jo, në Bosnë. Bosnë merret se jena 10. Sarajeva merret gjithë se jena afër 3.000 shqiptarë. Dhe më thonë, krejt këto që i kanë të vetat, diqonët, dhe më thonë që nuk janë me qira, sot nuk ka 1% me qira s'ka.
Duke folur për organizimin kulturor të shqiptarëve, tregon se së fundmi është zgjedhur kryetari i shoqatës Qendra Kulturore Shqiptare në Sarajev, gjatë mbledhjes themeluese më 6 dhe 7 nëntor 2022. Kjo shoqatë, thot Fidani, ka për qëllim mbrojtjen të drejtave dhe promovimin e kulturës shqiptare në Bosnjë, mbi të gjitha ruajtjen e lidhjeve me vendlinjen dhe krijimin e një hapësire për të rinjt përmes aktiviteteve kulturore, shoqërore dhe fetare. Shoqata ka ekzistuar gjithmonë, domethënë duke se 67 në 69 do formu shoqata e parë. Shoqata e parë Axhanela e ka mbi emrin që ka qenë ai mbi emrin e ka, se emrin ja ka marru, po sot unë me djalin e atij jom është ajo është antari i shoqatës tonë, që kina formu tash, nuk ka shumë, se kina bo një vit ende, por para kësaj kina pas shoqatën në kohë Jugosllavisë që është Boroj Ramis. Janë ndru nemi se kishte Bajram Curi. Tash quhet Bajram Curi. Ajo është shoqatë, funksionon, por funksionim edhe ne me këtë shoqatën tonë, Qendra Kulturore Shqiptare që është, edhe tash ne me këtë kena afër 90%, kena këto grupeqive që jina ne trojeve shqiptare, jo gjitha trojeve, kina formu edhe forumin e grave, si më në thuj se ne prej kina qenë minus në të që ju grati manim shirë. A kupta, kina formu edhe forumin e grave e kina edhe kretare, edhe në kretare edhe antarë, kina edhe ati, dhe më thonë, edhe punim, edhe me shoqatën punim, funksionim, dhe më thonë punët, dhe më thonë, aktivitete, dhe më thonë, bëjmë aktivitete ndryshme, dhe më thonë, nuk merrena me politik, po ne edhin si hinat politizohet ka pak e përmensim, se së një ikim më dhe së gjohë, se i kina qështu situatën të na, edhe dhe një ka pak në kap ajo paragrafa, më jo, nuk merrena me politik, dhe më thonë, kina punët kulturore, dhe më thonë, nëse kina dëni promovim libri, nëse kina dëni mikpritje miqve që shu që si kini erë, t'ju falender që kini erë, dëni organizim fetar, po i kina, se për para këtune, nuk jom përmend se është Bajram, a është Ramazan, a është dëni fest tjetër, dhe më thënë, nuk jom përmend, asë që kina pas drejt festat kombëtare. Tash ne festu festat kombëtare, ne kina, atë shumë e kina festu që e së mbatmen, dhe më thënë, edhe ati i kishim gjithë, edhe ambasadorët i kishim, po edhe generalet, po edhe kretë që ka kanë arriti, që kina akademikë, që ka kontribu këtu në Bosën, që jonë emra, e në me ato jena duke u mjeftu, dhe më thonë, shqiptarët në Bosën jonë t'integruar në shtetë. Nuk jënë dashto, ama ne kina formu shoqatën pak që me arrim punën tonë. Shumë shqiptarë nga Gostivari kanë kontribuar në zhvillimin e institucioneve kulturore, si shoqata dhe organizata, të cilat ndihmojnë në mbështetje të komunitetit shqiptar në Sarajev, po ashtu kanë kontribuar dhe në fushën e sporteve, arsimimit dhe aktiviteteve të tjera shoqërore. Sot Sarajeva numëron rreth 500 biznese shqiptare, ëmbëltore, byrektore, restorante, fura buke, po ashtu disa argjendari të mëdha. Familja Fidani zotron një nga burektoret më të njohura në qarkishinë e Sarajevës, burektore në Bosna. Pasion dhe traditë 50 vjeçare që mban vullën e Neim Fidanin nga fshati Balindolli i Gostivarit, punën të cilit e zhvillojnë djemtë e tij, Baftirimi, Tati dhe Nipnit, Rezaku, Skënderi dhe Fitimi. Thjesht, burektore Bosna në Sarajev, paraqet sinonim të mikpritjes shqiptare në Bosnjë e Hercegovinë. E vizituam edhe ëmbëltoren Carigrat në Sarajev, një tjetër biznes i vendosur në bashkëqarshi, e që mban vullën e familjes Iseni po ashtu nga Balindolli. Ata mund të hapshin një ëmbëltore në Gostivar, por vëllezërit Ali, Gazi, Abdirahman dhe Ajredin Iseni janë bërë të njohur në Sarajev për ëmbëlsirat që gatuajnë në bashkëqarshi për më shumë se 75 vjet. Punën me shumë sukses e kanë vazhduar djemtë e tyre, Agimi, Afrimi, Erxhani, Florimi, bashkë me niprit Gaziun, Egzonin dhe Fatonin. Emrin e tyre e kanë të shënuar në historinë më të vjetër dhe të re të Sarajevës dhe në memorjet e qindra mysafirëve nga vendinja që tek ëmbëltoria Carigrat ndihen si në shtëpinë e tyre. Ne dhe fëmijët e Akademisë së klubit futbollistik Gostivari ishim mysafirë të kësaj ëmbëltoreje,
dhe unë gjem në zemër të Sarajevës si në gostivar. Bashkëqarshia njihet për dyqanet e vogla ku shiten punime të ndryshme zanatesh të vjetra, por zona më e frekuentuar nga mira turistë njihet edhe për dyqanet që ofrojnë ushqime. Qebabat e Sarajevës njihen si ndër më të famshmit në rajon, ndërsa veçohen qebabtore Gjeljo me pronar Harise Jusuf Mehmeti nga fshati Çajl. Qebabtore Gjeljo njihen nga vendasit si ndër restorantet më të vjetra, jo vetëm në Bosnjë e Hercegovinë. Qebabat aty dallojnë nga mishi dhe nga petat e bukës të cilat shërbehen. Pronarët e Gjeljos përveç traditës së biznesit, thonë se ta ruajnë edhe gjuhën shqipe dhe lidhjet me familjen. Unë dalëm edhe tek burektori Asaç në Sarajev, me pronar Mesud dhe Ilir Kamberi nga fshati Forin. Patëm mundësin, t'i shohim burek të freskët dhe të shishëm mund në qendër të Sarajevës. Në fund Fidani kishte edhe një porosi për Medinjen. Dashuria për atë dheu në shtopi që shkatron kalat më të forta dhe kalat që mund të qëndrojë topave më të fortë. Shiko, ne shqiptarët gjithmonë kina qenë, gjithmonë vendet tjera ne kina arri. Çdo perandori, si të fillosh pike i lirët, domethënë, e në Romakët, e në kretë këto të ko që vinë, në kohën e Osmanëve, përmes shtaj si kina qenë të okuput pi Romakëve, pi Slavëve, pi më në fund me përmes Slavëve që veç atë i hinë të tre hinë atë, dhe me thonë, edhe më në fund në perandorinë Osmanit, dhe më gjithmonë shqiptarët kanë qenë, dhe me thonë, kanë arri sukses. Qka o shkaku? Këtë që më tha, qka o shkaku? Dhe me thonë, gjithmonë të na kur i na mundu tash nuk përshtatët vendi. Për të arri këtë sukses që ku më arri, unë bosëm në qësë në arrishe. Ose në Zvicër, kush kam arri shqiptarët qka mos që kanë arri sukses ose me sport. Dhe me thonë, jena vendi jonë, dhe me thonë, gjithmonë nuk na i ka ditë vlerën. Nuk na i ka ditë vlerën. Edhe pse jena shumë punëtor, shumë taft, por në vendin tonë nuk e kina arri atë që duhet. Nuk e kina arri. Qka është suksesi? Suksesi është, dhe me thonë, suksesi kretë kësaj është drejtësia. Drejtësia, disiplina, dhe me thonë, drejtësia, disiplina edhe edukata. Me këto tre sende ne këtu, që këtu në Bosën,
edhe në çdo vend shqiptar, edhe në Amerikë, që kjo punë është unë. Ne me çiket kena arri suksesi. Domethënë suksesi është domethënë prap të dalim prap kjo ajo se kryesore pa shkollim s'na arrish asgjë. Neve nuk na është mundsu shkollimi te na, nuk na mundsu se ala te na ka probleme që tashmë në fund. Më falë se përmensin, Krushev përmendet për shkollë, shekulli 21, ne kena probleme me shkollimin. Dhe më thonë, kryesorja e kësaj gjohet dhe më thonë, shkollimi, kur ka shkollimi, edhe kur e din fejnë, ai nuk trahton, nuk të bën don, ai do të ketë sukses. Dhe më thonë, sukses mund përfitosh, po ne nuk kina erdhë, ndoshta e kina sprovim pizoti që s'kina erdhë në shtu njëru, po inshallah vim. Inshallah ja arrim edhe atje suksesin, si i kina arrim në vendet e huja. I në arrit duke e dashvendin. Jena arrit duke e dashvendin. Që kjo është? Përfunduam qëndrimin tonë në Sarajev me shpresë që në të ardhmen ta vizitojmë më shpesh këtë qytet dhe të ndjekim nga afër aktivitetet e shqiptarëve të Gostivarit që tani më kontribuojnë fuqishëm në pasurimin e identitetit kulturor të Sarajevës, duke e bërë atë edhe më të pasur në diverzitet.